Biznesi fason në Vlorë po lëngon në shtrat pas rënies drastike të monedhës europiane. Rënia e euros në nivelet më të ulta në kursin e këmbimit sot në 93 lek ka bërë që fasoneritë e Vlorës të përballen me vështirësi dhe një sër problemesh. Bizneset fason marrin kërkesa për prodhim kryesisht të veshjeve, këpucëve, por dhe produkteve të ndryshme nga Italia apo dhe Europa. Oferta për të prodhuar këto produkte nga partnerët italian vjen në euro. Italianët paguajnë me të njëjtën shifër që kanë dhënë dhe më parë, por kjo ofertë sigurisht konvertohet në shumë më pak lek. Euro në nivelet më të ulta të viteve të fundit ka sjellë efekte tepër negative për sa i përket biznesit fason të qytetit të Vlorës, i cili po merr oferta për prodhime nga jashtë vendit në euro me një kosto më të ulës se ç'mund t'i merrte më parë. Kjo gjë sigurisht rëndon situatën e tyre ekonomike, duke reflektuar më pas edhe në numrin e punojësve. Për shkak të rënies së euros, bizneset fason fitojnë tashmë më pak, duke u rënduar dhe më tepër në gjendjen e tyre financiare dhe pasqyrimin buxhetor. Fitimi më i ulët ka detyruar shumë prej bizneseve fason të qytetit të shkurtojnë punonjës, pasi shumë prej kontratave janë lidhur tashmë me kursin e viteve më parë të këmbimit valutor dhe prodhimi bëhet bërë pasi është brenda afatit. Sigurisht që shumë persona në bizneset e fasonerisë kanë mbetur pa punë. Kujtojmë këtu faktin që ata të cilët kanë mbetur pa punë janë familje me ekonomi të ulët dhe mesatare, që atë punë kanë pasur të vetme mundësi për jetesë. Ndërsa ato fasoneritë të cilat nuk kanë shkurtuar stafet, punonjësit përballen çdo ditë me një ngarkesë më të lartë. Nëse më parë një fasoneri duhet të prodhonte një sasi të caktuar për shkak të rënies së euros, sot duhet të prodhojë 20 deri 30% më tepër për të nxjerrë të njëjtin fitim që të mbijetojë. Vlen të theksohet fakti që pavarësisht kursit në rënje drastike të euros, taksat, tatimet, faturat e energjisë dhe ujit, si dhe sigurimet shoqërore për këto biznese mbeten të njëjta, duke rënduar edhe më tepër situatën e tyre financiare.